70% marramendja është një ndjesi kur pacienti e humb ekuilibrin, i duket se gjithçka rrotullohet rreth tij, lëkundet, por në realitet nuk lëviz. Kjo sëmundje mund të vijë nga sëmundja e veshit të brendshme, nga sëmundjet e unazave të qafës, nga ulja e tensionit apo hipotensioni, nga mungesa e disa vitaminave, sidomos vitaminës B12, pastaj mund të vijë nga lodhja si edhe problemet me qarkullim të gjakut. A e dini se 70% të marramendjeve janë nga sëmundjet e unazave të qafës? Prandaj mos i neglizhoni sëmundjet e unazave. Pse vjen marramendja? Kjo vjen si pasojë e sëmundjeve të unazave të qafës që vijnë nga sëmundjet reumatizmale apo nga lëndimet, që këto i irritojnë nerva dhe i ngushtojnë enet e gjakut që i furnizojnë trurin me gjak. Për momente të shkurtra mund të shfaqet marramendja. Simptomet dhe ankesat e cilat vijnë nga marramendja që burojnë nga unazat e qafës janë marramendjet që cilat forcohen ose shfaqen gjatë lëvizjes së qafës ose kokës, me shfaqje me ndjesi të mpirit të durve, pastaj dhimbjet e qafës dhe pjesën e pasme të kokës, e ndjeni ushtim në vesh, si dhe faqet shpesh me një pasiguri gjatë ecjes dhe lodhje. Si të dallojmë marramendjet e tjera cilat nuk janë nga unazat e qafës? Kjo mund të shfaqet nga hipotensioni ose ulja e tensionit të gjakut. Ka pacient ka një marramendje të lehtë, pastaj u shfaqet një zvoglim i të pamurit, ndjen nauze dhe nganjëherë shfaqet një vjellje. Nëse marramendja vjen nga veshi i brendshme, atëherë marramendja shfaqet edhe kur pacienti nuk është në lëvizje. Shfaqet edhe këtu nauzeja, simptomet tjera mund të jetë edhe vjellja. Ndërsa nëse marramendja nëse i atakon lezionet e enëve të gjakut në trup, ato këto janë shumë serioze, nga se ato mund të shfaqet dëmtimet. Krahas këtyre simptomeve, nauze, marramendje, atëherë mund të shfaqet edhe parezë ose paralizë të gjymtyrëve, qoftë të dorëve apo të anësive të poshtme. Marramendja është një simptom, por nuk është sëmundje. Aja kërkon një vlerësim të saktë mjekësor, duke bërë analiza laboratorike, vlerësimit të pacientit, por në raste të cilet mendojnë cilet janë lezionet nga unazat e qafës, duhet të bëhet një grafi e thjesht e unazave të qafës, por në disa raste duhet të bëhet grafia CT-ja ose imazhëri tjetër rezonanca. Por nëse mendojmë që janë lezionet që vijnë nga enet e gjakut në tru, do të bëhet rezonanca apo CT-ja e trurit. Nëse ki marramendje të shpeshta dhe ki dhimbje të qafës apo ki ndonjë këto simptome që i përmendëm,